Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet për të ndalur tashmë tek zhvillimet më të fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Do ndalemi tek eurodeputeti austriak Lukas Mandl, i cili ka kërkuar heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese ndaj Kosovës dhe ai ka theksuar se masat janë të padrejta, veçanërisht në krahasim me mungesën e sanksioneve ndaj regjimit të presidentit serb Aleksandar Vučić në Serbi. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Eurodeputeti austriak Lukas Mandl ka kërkuar heqjen e menjëhershme të masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Ai theksoi se masat janë të padrejta, veçanërisht në krahasim me mungesën e sanksioneve ndaj regjimit të Vučićit në Serbi. Disa ditë para përfundimit të mandatit, ish shefi politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, rekomandoi që Kosovës të hiqen masat ndëshkuese. Megjithatë, jo të gjitha shtetet e bllokut u pajtuan për heqjen e tyre, prandaj ato vazhdojnë të mbeten në fuqi ende sot. Së fundmi nga Brukseli është bërë ditur se masat do të hiqen vetëm nëse realizohet një transfer i rregullt i pushtetit në veri. Ndërkohë, eurodeputeti austriak Mandl ka kërkuar që këto masa ndëshkuese nga Kosovës të hiqen menjëherë. Ai ka thënë se po punon që Kosova dhe Serbia të kenë një të ardhme më të mirë, ndonse ka theksuar se Serbia po bën hapa prapa në aspektin e demokracisë. Kujtojmë se masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit 2023 si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të vendit, ku kryetarët shqiptar në rrethana të tensionuara morën detyrën për të drejtuar 4 komunat veriore. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime kam të ftuar zotin Isem Berisha. Zoti Berisha, ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju. Zoti Berisha, ta nisim pikërisht me insertin dhe me atë që ka deklaruar eurodeputeti austriak. Si e shpjegoni faktin që tashmë masat ndëshkuese ndaj Kosovës vazhdojnë të mbeten në fuqi, ndërkohë që disa shtete të Bashkimit Evropian refuzojnë të heqin pavarësisht edhe rekomandimeve të fundit? Në para, heqja e masave në logjikën më të thjeshtë ndodh kur heqen shkaqet që i kanë vendosur ato masa, apo? Borrell atje doli në fund mandatit ka deklaruar se duhet të heqen masat, po Borrell dhe Lajçak i kanë vendosur ato masa. Procesi politik që kanë udhëhequr ata të dy, e që ka qenë dështim diplomatik i Bashkimit Evropian në këtë proces, kthim mbrapa i tërë procesit dialogut nga një marrëveshje all in one me njërin. E mbanin mend këtë procedurë se ne nuk mund ju ikim këtyre proceseve se si kanë ardhur deri këtu. Zdia jemi në linjë prapë. Po nga ajo all in one ndodhi rikthimi i procesit pas ardhjes së qeverisë Kurtit në pushtet, në reformatim dialogut dhe gjitha marrëveshjeve, dhe u larguan edhe nga marrëveshja e Washingtonit, edhe nga all-in-one me njojnë e Brukselit që e zëvendësoi atë të Washingtonit, dhe kaluam në një marrëveshje, një plan franco-gjerman përmes zotit Borrell dhe Lajçak, dhe një statut të Bashkimit Evropian që krijon një autonomi territoriale politike atje, por edhe planin franco-gjerman me pikën 7 që po ashtu promovon një eksterritorialitet për gjitha lokacionet e objekteve religjioze dhe vendbanimeve tjera në brendit Kosovës, që do të thotë e dezorganizon aspektin kushtetues. Tani deklarata e zotit Borrell, si duhet merret? Si një retorik për ndonjë vot nëse i duhet prapë, se unë s'besoj që garan majë për Parlamentin Evropian, apo për të mbuluar moralisht dështimin diplomatik që ka pasur në procesin e dialogut, ndërmjetësimit dialogut në Kosovë. Kjo është logjika dhe nëse marrin mend kur ka ndodhur Banska, kam thënë, kjo është skenari 4-shës që ulen në Bruksel. Borrell, Lajçak, Vučić edhe Kurti, për të mbuluar dështimin diplomatik në dialogun në Kosovë. Dhe shkaqet që sollën deri tek masat ishin pikërisht zhvillimet zgjedhore në veri, kur me 200 vota, 180 vota për saktësi, u zgjodhen 4 kryetarë komunash, që në aspektin kushtetues dhe ligjor ishin gjithçka okay, ashtu pranuar edhe nga mbikëqyrësit ndërkombëtar fatkeqësisht, por legitimitet politik nuk kishin, sepse janë 45.000 votues që janë komunitete tjera. Tani jemi në situatin kur flet ky zotëria se duhet heqen, mirë po mos harrojmë se në Bashkimin Evropian ka shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe ashtu siç nuk kanë kurajo ta njohin Kosovën, tani do ta marrin peng të masave nëse këto varen nga vetoja, ose nëse varen nga qëndrimit individualit se secili shtet. Pra, ky është te kurthi
ku e kanë futur Kosovën edhe qeveria kurti aktuale, që qytetari nuk e lexon, sepse këto janë tema jashtë domenit të hallave që kanë ata sociale, ekonomike, rruga, infrastruktura, ju e pa dje, pa vdekur, pa blokada, u dash me mbyll shkollat. Pra kjo është gjendja infrastrukturore në Kosovë dhe qytetari preokupuar me këto tema. Kur vjen puna te votimi, qytetari mbuluohet me propagandën e këtyre që udhëhiqen me logjikën e komiteteve qendrore të këtyre hershme, siç ishte deklaratat e ministrit financave, që thoshte opozita duhet të marrë pjesë, ata kanë detyrë të votojnë dhe çka të votojnë? Një vendimarrje të imponuar që po pretendojnë ky spektër politik që ka marrë shumicën, pra është parti e parë, duke imponuar vendimarrë dhe që udhëheqen me logjikën e komiteteve qendrore që dikur i kanë sjell politikat e gatshme dhe deputetët vetëm e kanë ngrit dorën se ata kanë qenë zgjedhur në frymën e komitetit. Pra, kjo rrethona e këtyre interpretimeve të heqjes masave duhet mas pari të kthehet astanimit të shkaqeve. Astanimi i shkaqeve a do t'i bindë zotëritë e Bashkimit Evropian që individualisht marrin masa. Kalimi ishte një kusht atje përmendet dikur në deklaratë në këtë hyrjen, kalimi i rregullt i pushtetit në veri. Tani atje ndodhen zgjedhjet. Dhe në këto zgjedhje fituan subjektet që kanë edhe komunitetin shumit, që janë serbët e tjerë. Mirë po, a ka një kalim të pushtetit rregullt, s'ka nevojë pas kalim. Sepse me fituarën e zgjedhjeve, vaj që ka fituar zgjedhjet e pranon detyrën. Dhe shtrohet çështja se këtu duhet me pa defektin që ju bë Kosovës dëmin që ju bë për 5 vite. Edhe nga dialogu i Llaçakut e Borrellit, po edhe ky zotëria që ka përfaqësuar Kosovën, kryeministri Kurti. Çka kemi pas 5 vitesh? Çka fitoi Kosova nga ajo kryenesia, ato veprime patriotike në thojza, ai heroizëm në përveri i aty në sherifëve, policisë, pushtetit lokal ai si i kanë emrat Krasniqi dhe Isfesla. Çfarë fitoi Kosova? Përveç izolimit nga Bashkimi Evropian, sancioneve nga BE dhe një situatë kur as nuk heshen masat, edhe të marrin peng shtetet që stanjojnë pavarësinë, edhe s'kan me të hesh as masat. Kjo është ajo çfarë kanë rezultuar nga 5 vjet qeverisë të zotit Kurti. Por çfarë do ndodhë zoti Berisha nëse këto masa do të vazhdojnë edhe për gjatë viteve të tjera, pra cilat do të jenë pasojat për Kosovën? Pasojat e parë janë 200 miliona, sa u përmendën. Që qëndrojnë në këto mbështetje në Bashkimit Evropian për përgatitje për integrime ku ta dimë. Pasojat tjera janë sfidat e mileniumit janë me qindra miliona që kanë qenë për rregullim, kryesisht rregullim të jetës qytetarëve, se po i shoh objektet nga jashtë vetes, janë shndruar sikur ato objekte se lagjës vjetës ka medreseja, ka shkolla bashkuar që janë të kohës Kinës, atë Rusisë, kur i kanë ndërtuar mas parë në Tiranë. Apo kupton? Pra, këto janë pasojat. Pasojat shkojnë tek qytetarit, pasojat nuk i psojnë as deputetët se për çdo në shkem aty marrin me 1000 euro atje në llogari kur dalin në bankë. As për kryeministrin edhe ministrat e tij që i paguhen edhe si ministra edhe si deputet sot. Pasojat bin tek qytetari. Pra pasojat janë bllokimi i Kosovës, mos zhvillimi i Kosovës dhe stajacioni. Pra status quo-ja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë thënë që nga koha kur ky zotëria prapa shpinës ju inson, ndërmjetësonte se status quo-ja i shërben Rusisë dhe Serbisë, interesave të tyre. Serbisë sepse është shtet antar në gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vazhdon zhvillimin dhe e pengon Kosovën, dhe Rusisë se don ta ruaj protagonizmin e vet në proceset e Ballkanit, sepse e ka rrugë për të kaluar në Adriatik, në Atlantik, pra në strategjinë ose objektivin e dytë strategjik pas lindjes mesme. Kjo është pasojë që pson Kosova në vazhdimsi. Qartë, por nga ana tjetër zoti Berisha, është duke përdorur Bashkimi Evropian një standard të dyfisht, pra duke sankcionuar Kosovën dhe duke mos sankcionuar nga ana tjetër Serbinë, pra megjithse raportet flasin për regres demokratik në Beograd. Tani, është mas e vërtetë kjo. Standardet dyfishta jo vetëm të Bashkimit Evropian, por gjithë mekanizmat ndërkombëtar janë në raport me Kosovën. Problemi nuk e kam unë tek standardet dyfishme të Bashkimit Evropian, sepse ne kemi një aleat të garantuar, një aleat që na shef me një sy ndryshëm nga Bashkimi Evropian, i cili është peng i influencimit rus. Më duket mos e kem biseduar dhe bashkërisht. Çështjen e pavarësimit energjetik të Kosovës dhe të rajonit, përgatitjen nga Macron dhe si kishte Merkel të zotit Kurti si pionin i cili do ta implementoj interesin evropian për pengimin
e depërtimit energjetik dhe pavarësimit energjetik që planifikonte SBA-ja. Në interes të influencimit rus, në një lloj harmonie me interesat ruse në Evropë. Pra, nuk e kam dertin tani unë të ambicjet e Bashkimit Evropian, se sa për Bashkimin Evropian, as kishë ndërhyj kur në ato, se nuk e kam miratu Këshilli i Sigurimit të Kombëve Bashkuar, as nuk i shpall kur pavarësia pa ardhur Bush në Tiranë me thoni enough is enough dhe Kosovo will be independent, dhe pas shifeni, edhe një ilustrim. Sot janë disa kontingjente të këforit në Kosovë, të NATO-s. Edhe po të heshtën gjithë tjerë, përveç Amerikanëve, çfarë ndodh në Kosovë? Asgjë do të ndodhë. Po u heqën Amerikanët, çka ndodh në Kosovë? Hyn Serbia për 24 orë. Dhe e merr komplet edhe këta zotërit ikin prej këtu. Prandaj mua nuk më shqetëson se mënyra se si sillet Bashkimi Evropian dhe çfarë qëndrimi mban. Shqetësimi është madh. I madh është se si sillet Kosova dhe sa Kosova i ushqen këto objektiva Ogur Zeza dhe vendeve të caktuara të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Dhe se si Kosova, qeveria Kosovës, në vazhdimsi që nga ardha në skenën politike e kësaj qeverie me 22 mars 2020, e pastaj qeveria 2 me 2021, ka qenë luftë permanente për duke nxitur anti-amerikanizmin në Kosovë, duke refuzuar dhe penguar çdo objektiv amerikan për Kosovën dhe rajonin. Dhe këtu e kanë etabluar dhe kanë vendosur në kryet këtij budalleku, kësaj qeverie rajonale, Albin Kurtin. As Vučići është i etiketuar nga SBA-t, as kur një lider rajonal. Albin Kurti është lideri i anti-amerikanizmit sot në rajon dhe në Kosovë, me qendrën në Kosovë. E Kosova i ekziston, mund të mbetet si shtet, vetëm në sajt e garancës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, problemin e kem të brendshëm, nuk e kem problemin se disa vendet Bashkimit Evropian, se ne e dim cilat janë, sa na mbështesin si shtet, si koketojnë me Rusinë, si koketojnë me Serbinë, etj. Problemi është te politikë bërja brendshme dhe orientimi që ky komb, nuk flas veç Kosova, por kombi shqiptar, është e ka bërë një herë mirë, ai është drejt perëndimit dhe Shtetet Bashkuar të Amerikës. Integrimit euroatlantike. Këtu është defekti, pra brenda klasës politike të Kosovës e jo tek aleatët evropianë se si ata sillen. E qartë. Zoti Berisha, nga ana tjetër kemi një tjetër deklaratë nga kryediplomati gjerman, i cili ka kërkuar që Kosova sa më shpejt të ketë një qeveri të aftë për të vepruar brenda edhe jashtë. Sa ndikim real është pyetja ime ka kjo deklaratë e kryediplomatit gjerman mbi të gjithë procesin e formimit të qeverisë së re në Kosovë dhe a mund të konsiderohet nga ana tjetër si një presion diplomatik? Edhe ky qëndrim i radhës si politikës gjermane në raport me Kosovën, që për vlerësimin tim qëndron në të njëjtat dimensione si ajo që thash për bllokimin e pavarësisë energjetike të Kosovës dhe të rajonit, pra ndalimin e influencimit amerikan në rajon. Është e njëjta logjik e promovimit e mbështetjes së Albin Kurti. Edhe ministri i jashtëm gjerman që bëri këtë deklaratë, edhe zonja Ana Rosh, të cilën e njoh personalisht shefe e parlamentit të Gjeneves, e cila doli po ashtu me të njëjtën deklaratë, edhe me atë kam ndejtë dhe më kam sqaruar se si e kanë përkrahur, se ishin edhe ato koncepti majt, por tha kem shpresuar ja 2 vite i kem besuar në ato arsyetimet, gjëja 20 vjet shkatrë me ku ta diun në krimi organizuar. Mirë, po tani e shohim se është empty, është i zbrazët, personi i zbrazët dhe është vetëm retorikë demagogjike, nuk ka asgjë që mund të bëjë ky person. Dhe politika gjermane është e njëjtë, do të thotë duan në Kosovë një personalitet, siç është Albin Kurti, që ka mision, nuk ka ardhur rastësisht. Ktheheni, bëjnë analizë, do ta nxjerr analizën, ndoshta këto ditë do ta nxjerr sepse tash i kam grumbulluar gjitha faktet, se ky është një person i etabluar nga diplomacia gjermane, franceze, e ndikuar nga ajo ruse, për të qenë lideri i pengimit të çdo iniciative amerikane në Ballkan. Pra, kështu që nuk mbefason. Ky më herët ka pasur një deklaratë më të rrezikshme se kjo. Se thot, Ballkani duhet të integrohet në Evropë me gjithë këto cene dhe këto pengesa që ka. Çka ju e pasë u hap kapitulli i 3 për Serbinë, se duhet të ndërlidhin pak gjërat. U hap kapitulli i 3 për Serbinë. Serbia është kandidat që nga viti 2012. Në qoftë se i hapen dyert, i përshpejtohet procesi i Serbisë. Në marrëveshjen planin franko-gjerman, ky tha dhe një gjë tjetër, jo vetëm formimin e qeverisë, por detyrimin për zbatuar do obligimet që kemi marrë në marrëveshjen e Ohrit, ku hyn edhe plani. Dhe çka ka tjetër në atë plan? Dhe për 10 vite Serbia nuk detyrohet në 2 çështje.
ta një Kosovën dhe të ndryshoj kushtetutën, ta heq nga kushtetuta. Mbetet vetëm kushti i tretë i artikullit 35 të Bashkimit Evropian, që është normalizimi i raporteve e që lidhet me implementimin e 39 marrëveshjeve teknike. Kurse këto dyja për 10 vite është i lirur. Çka nëse brenda 10 vjeçarit i hapet mundësia Serbisë, meqense hapet kapitullin e tretë, i hapet mundësia për integrim BE. Si do të integrohet? Me Kosovën pjesë të kushtetutës apo si? Pra, politika, diplomacia gjermane lexohet mes rreshtave si një përkraje dhe një qëndrim i butë në raport me Serbinë, duke ruajtur interesin e saj strategjik ekonomik në raport me Rusinë. E i dini për shkak të ngrohjes, gaset e tjera. Në fakt, zoti Berisha, cilat do të ishin më tej pasojat nëse Glauko Njufsa nuk arrin të sigurojë 61 vota brenda fatit kushtetues që është vendosur si në planin kushtetues, po ashtu edhe në atë diplomatik. Tani, shive, veç kanë, une sa pash sot sjellje deklarata krejt dhe nuk ka vështirë që zonë, këtu veç kemi hyrë në fushatë zgjedhore. Faza e parë e fushatës zgjedhore, normal, ju e dini nga praktikat e mëhershme, fillojnë në kuvend në institucionet qeverisë, duke zhvilluar propagandën e identifikimit kush janë bllokuesit dhe armisht e popullit dhe të kombit të shtetit, edhe duke i barazuar pastaj me listën serbe, me Vučićin e me Serbinë, që ka sens sepse aty hyj edhe une. E une kam dëshmuar kur tam une identifikoj krejt personat që janë kategorisë njëjtë, familjes njëjtë politike, që lidhemi me luftën, me lirinë, me sakrificën për me bak të shtetë që kemi sot. Por, tani është e faza e mobilizimit masave përmes politikave demagogjike dhe këtyre deklaratave të karakterit, mentalitetit monist dhe të logjikës të komiteteve. Pra, unë sjell buxhetin parlament, ju duhet ta votoni. Jo, mërzotni, se është pluralizëm, dhe kur si ke votat, nuk është më arroganca numrave, mekanizmi i demokracisë, por është kompromisi. Duhet ulesh me partitë politike, të merresh vesh, unë i kam 56 vota sa i ka, po si kam edhe kaq që më duhen për kalim buxhetit. Cila parti më jep dhe partia t'i vek pushtet. Sepse votuesi vërtet ne ka obliguar të jemi në kuvend, por votuesi na ka obliguar të mbrojmë frymën politike gjitha dimensioneve të partisë që ai ka votuar. Përndryshe ai kishte votuar lëvizjen vendose. Prandaj, kjo logjika, se ne sjellim kuvend, jeni detyruar me votu, kjo nuk funksionon në Kosovë. Ka dështu komunizmi, edhe pse këta janë pjellë neokomuniste, këta pretendojnë me instalu këtë autokracie diktaturë, por nuk rritet në Kosovë. Ne jemi ata që kemi inicu shkatrimin e komunizmit Jugoslav në 89-ën dhe nuk është nalë më derisa është rënë në 90-ën. Prandaj nuk hetë këtu. Pa marrë se kemi këso mbetje shendet jugonostalgjikësh dhe që ndrojnë apet Republikën e tretë në kuadër të një afërsie me Serbinë, po nuk do të ndodhë kjo. Kështu që faza e fushatës elektorale ka fillu në institucione, në orën 2 do tjetë seanca ku marrin pjesë edhe partitë spektrit tjetër politik tani, dhe aty do ta shohin, a do ta kenë votën për mandatarin e dytë. Unë nuk presh të ketë vota për çfarë do mandatarin nga lëvizja vetvendose, është votë për zhbërjen kushtetuese edhe institucionale të Kosovës. 2. Është votë kundër gjeostrategjisë amerikane në rajon dhe qëndrimeve të qarta dhe të prera, se me këtë lider dhe me këtë subjekt politik nuk mund të ecim përpara, nuk mund të kemi partneritet, nuk kanë kredibilitet, s'janë përshtatshëm. As për interesat amerikane, as tonat nacionale. Kështu që çdo votë për te, për mua është një votë edhe kundër bashkëpunimit strategjik, aleancës strategjike që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si rrjedhoj, presë se s'do të ketë qeveri dhe nuk kem alternativë tjetër vetëm më shku në zgjedhje, sepse kjo strukturë politike që sot është në qeveri, në parlament, është e delegitimuar, edhe me shkeljet kushtetues në çdo akt gjykim, i cili nuk është implementuar, por këta janë mbrojt me masë kushtetuese deputetët që të mos jenë shkelje kushtetues dhe me vendimin e gjykatës supreme ndaj këtyre që luajnë rolin e qeveritarëve kujdestar, këta janë të delegitimuar. Dhe këta vendi duhet shkojnë zgjedhje të zgjedhë një strukturë legjitime të ardhmen, nëse do të mund banë zgjedhje. Nëse më pyet, a janë zgjedhjet, prapë po ta them, do ta përsërisin të njëjtin defekt. Pse? Jo pse duan njerëzit ndoshta, se ambicjet për qenë ku ta dyun për të marrë pushtetin janë normale në politikë, si kjo garë. Por sistemi zgjedhor është defekt. Sistemi zgjedhor i Kosovës gjeneron në vazhdimsi krizë.
dhe do të gjenerojë edhe tutje. Tani gjëja me një reformë vogël është bërë edhe më i dëmshëm për sistemin politik dhe stabilitetin politik. Prandaj do të gjenerojë kjo krizë politike do të vazhdojë, zoti Berisha? Edhe një herë? Çfarë do ndodh nëse kjo krizë politike do të vazhdojë ende? Shife, ne jemi shtet që vërtet në vitin 12 u hoq ajo mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë. Por mos harrojmë se kemi një zyre që quhet e UNMIK-ut, që është me mandat Kombeve të Bashkuara, dhe mos harrojmë se në Kartën e Kombeve të Bashkuara ka një institut juridik që thotë është R2P, Right to Protect. Dhe shumë lehtë mund merret veç një vendim, kaq nevojitet një inicim nga dikush, në qoftë shtet aleat, po edhe shtet jo aleat, se ky komunitet nuk arrin të mbajë institucionet dhe një shtet funksional institucional, dhe duhet right to protect, të ndërhyet dhe të vendoset edhe njëherë një administrat, derisa të përgatitet një kontingjent politik i cili mund ta marrë mandatin qeverisë, siç e kemi marrë pas heqjes mbikëqyrjes pas pavarësisë, domethënë 12-ën, në 14-ën përfundimisht s'ka pas më asnjë ingerencë të mbikëqyrjes. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur pyetja e fundit, si interpretohet fakti që Kosova, edhe pse cilësohet si një simbol i demokracisë, po shndron 8 muaj pa qeveri funksionale dhe nga ana tjetër a e dëmton kjo imazhin e shtetit në gjithë arenën ndërkombëtare? E kam thënë në folturën e kuvendit, po e përsëris me përgjegjësi dhe atje kam marrë përgjegjësinë folturën e kuvendit, se kjo strukturë politike është e sponsorizuar nga jashtë me mision zhbërën kushtetuese të shtetit Kosovës. Çdo veprim politik, gjeni një emision një orësh, do t'i hyjmë analizë për analizë, veprim për veprim, me fakte mbështetje minimale, 3 e më shumë fakte, se çdo veprim i tyre ka qëllimin e zhbërjes dhe defunksionalizimit, zhbërjes kushtetuese, defunksionalizimit kushtetues të shtetit Kosovës. Veç shifni sot temat demagogjikën, se kanë marrë çështjen e buxhetit 26, çështjen e buxhetimit të RTK-s, çështjen e zgjedhjes kryetarit dhe i kanë mbledh gjithë në një seancë. Pse? Grumbullimin e temave për të krijuar presionin tek opozita dhe për të krijuar presionin tek qytetarët, se këto janë tema të ngushtme dhe kështu duhet bëhen. Ja po u them 2 shtrahime të lehta. Buxheti, ligji i buxhetit lejon financimin muaj për muaj të muajve të ardhshëm, pra me 12 i bjen, por që nuk te i kalon shumën e vitit paraprak. Pra, nëse kanë qenë 2 milion, po supozojnë janar, 2 milion duhet me qitë edhe në janarin e ardhshëm. Një, kjo lejohet edhe deri në prill. Nuk ka krizë. Nuk është mirë, por nuk ka krizë. 2, financimi i punëtorëve të RTK-s, sepse aty zhvillohet propaganda. Buxheti i RTK-s është në kuadër të buxhetit të Kuvendit Kosovës. Çdo ndarje buxhetore, sa atje bëhet subvencionimi çdo 3 mujor. Çdo kalim i buxhetit për punëtorët e RTK-s bëhet me një nënshkrim të sekretarit permanent të kryesisë të kuvendit. Nuk ka nevojë asnjë procedurë. Është e vërtetë se duhet miratohet një raport i drejtorit përgjithshëm të RTK-s dhe Komisioni për Buxhet edhe për Media e sjellin një propozim të kërkesën për ndarje buxhetore. Por kjo është vetëm një hap i cili nuk e cenon ligjshmërinë e ndarjes së buxhetit për nevojat e punëtorëve të RTK-s. Gjithçka është spekulim për të krijuar krizë, për të mobilizuar masat, se na jemi ata që po dojmë me majtë me boshtet, e këta janë pengus bashkë me lisë serbe dhe me Vučićin atje në Beograd. Kjo është logjika e tyre dhe këta kanë me vazhdu kështu derisa ta zhbëjnë në aspekt social, ekonomik, politik, infrastrukturor, diplomatik, negociata shtetin e Kosovës dhe drejt atij drejtimi po shkojnë. Kam shpresë madhe se një Shtetet e Bashkuara si aleat që e kanë mandatin të na mbështesin, 2 Tirana që e ka detyrim kushtetues për kujdeset për mos me humbë territore me marrëveshje ndërkombëtare, edhe në qoftë ai Kosovës, dhe 3 qytetarët e Kosovës e kanë në dorë ta shpëtojnë Kosovën nga kjo strukturë politike që e ka stërkesh çdo aspekt. E qartë. Mirë, zoti Berisha, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet, jemi në fund. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Isem Berisha, po mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish në aktualitetin e radhës.